Në ditën e familjes, ekipi i televizionit Syri ka qëndruar në fshatin Palabardh, në familjen Delia, një familje që sot numëron 24 anëtarë vetëm nga 4 djemt e shtëpisë. Kryefamiljari Ilan Delia rrëfen se dikur familja e tij kishte qenë shumë më e vogël, ndërsa sot gëzimi më i madh për të janë fëmijët dhe nipërit e mbesat që e rrethojnë çdo ditë. Unë jam një familjar i cili sot bëhem prej një familje 24 anëtarësh. Pa familjen e vajza, 2 vajza, vetëm me 4 djemt. 24 anëtarësh. Kur muj mjaucek, vitin 1972, kom qenë një familje më e vogël amon. Jo në këtë fshat, po në Treven e Gjakovës. Kur e mda prej familjes madhe, kom qenë vetëm 2 anëtarë të familjes. Unë edhe njona ime. 2 motra kanë qenë të martume, baba më ka dek shumë herët. Baba im ka vdek në vitin 1956, unë kom lind në vitin 1955, kurse baba ka vdek në vitin 1956. Gjyshin i kom pas edhe ashtë, jem rrit me një familje të mirë, dhe me thonë, muj me thonë lirisht që jemi lumtun që kom lind, jem rrit në fshatin Palabardh. Lan Delia tregon se familja Delia në Palabardh ka traditë të gjatë dhe tashmë numëron rreth 10 gjenerata. Në këtë fshat, unë bashkë me familjarë gjithë tjerë, po thomë tash se jemi një familje shumë e madhe, jemi që 10 gjenerata. Ty fillua prej Maksut Gjolit, e kënej, e tash ti jenë shpërnda familjet, po une kom ngell hala si familje pak ma e madhe tash, me thonë drejt, edhe këtu shihen një pjesë e familjes time, kurse në këtë foton këtu janë krejt familjarët e familjes, edhe prej vajzav, edhe prej djemve. Për Lan Delin, pasuria më e madhe janë fëmijët dhe nipërit, të cilët i konsideron si të ardhmen e familjes së tij. Kënaqësia ime më e madhe është kur i kam këta fëmijë të vëzhgjel këtu. Domethënë pasuria më e madhe jam në botë është ardhmëria. Sepse vetëm këtu, pa tjerë të vajzav, i kam vetëm 10 nipa e mesa. Tjetë si thash jenë në shkollë, tash kanë me shku edhe një grup i vogël tjerë jenë për shkolla, une jem shumë i lumtur, une i du shumë këta fëmijë, po edhe këta më dojnë shumë. Ai shton se bashkimi familjar mbetet vlera më e rëndësishme dhe se familjarët e tij kanë zgjedhur të qëndrojnë pranë njëri tjetrit në vendlindje. Me qenë të bashkum sa më shumë, është e vërtet që e kanë marrë, si thonë, botën sy njerëzit, po lakmojnë, por familja jeme, familjarët e mi nuk kanë lakmojnë, me thonë drejt, nuk kanë dashur me dalë jashtë. Qëllimi i shënimit të ditës ndërkombëtare të familjes është që të promovojë familje dhe vlerat e familjes, nxitjen e barazisë midis grave dhe burrave në familje, mbrojtjen e familjes si njësi bazë e shoqërisë për të ndihmuar familjet për të përmbushur përgjegjësinë e tyre për komunitetin.